Unë e quhem Fazli Gashi, jetoj për momente në Norvegji, kom punu në rilindje 20 vjetë, prej vitit 1972 deri në vitin 1990, kur u përjashtu në mjetët e informimit prej regjimit sërb. Në maj 1990 fillun helmimet në Kosovë, në përshkolla. Dhe na me ekipën e gazetarëve shku në PD-jev, aty ke mas tepër me që u bon helmimet. Dhe aty najtëm tanë ditën të po që si njerëz që i projshin, njerëz që i nëzëshin ata sërbë që i kanë zonë, që i kanë qitë helmimet në përshkolla. E të smutit, i bishin me kere kush mujke, sa që mujke kanë odhëtu prej PD-jevës edhe me shpejtësi sa që kanë rreziku dhe jetën e vetë ata që kanë gra vetura. E kështu që në mramje kër u kthyvna prej PD-jevës, e dërzu në raport në gazetarët në rilindje, edhe këshin vendos kush më shku me qu atë e provetat që i këshin siguru ata 120 e proveta me qu në Ljubljanë, për ekspertizë. Ato moment ata këshin zgjidhë kurse e dishin kush është pak më i guximshëm. Thanë, të dera rilindje sa na këna vendos, a mund është më shku ti me quë. Dhe që shkem ndrëzve këta atje në PD-jev dhe në për vene tjera që këna përjetu që të gjithë vitet, thash hajtë se përshkoj. Edhe u bon aty këtë një farë muje, tash kush përshkon, pse përshkon familjar. Tani ndodhë hale familjes në gjarët ma të këqia që pak u frigova më thonë drejt atëhere. Se o pse ti, u nala pak, ata këshin marrë veturën në rejend, bonat e benzinet, të hodha që ka u dash me shpenzu atje, për afërsisht që ka kanë menu, edhe u dash ke me shku në për Beograd dhe me qu në Ljubljanë. Me dhanë atë kryt gati me këshin pa bonve. Kush i kam lidhë, nuk e di, që atë lidhës demokratike me siguri në konë. Se atë s'ka pas tjetër vesh alternativa Ibrahim Rogovës. U kom blerim shala, vetën sëruj, Zenon Qela, që kom kontaktu me ta atë mramje. Edhe pëntër tjerë që kanë po atë që po du më nisë pra nej pak, edhe ata janë brengos, që ka me bon. Edhe unë që ka me bon atë punë atër e mora atë vetur, u konë ku është kur rizik të në ndërtes, se kanë pa bo si strahimore për gjatë luftës për me hi njerëzit kur ndodhë në rast rreziku. E kom shti veturën aty në parking, edhe kom shel. Pa ata që më thanë se edhe me autobus nëse dënë mund atë më të siguru më shku. Edhe ata që i këshin bon atë analizat që i kanë morë në antihigienik, i këshin pa rregullu edhe këshin pa fërë me atë shoferin e autobusit që më marë mua, edhe një fotoreporter u konë i Slovenis, ka pas të emrin Tomi, i Delës Ljubljanës, gazetës, ai më ka përkrah mu edhe më ka shëshnu deri atje. Se s'ku ditë venja ku do të më shku. Kështu që e këna lonë veturën, edhe bonat e benzinit që ka në konkret këna lonë veturë, edhe ku më mbyllë aty, se ka ditë kush në shtëpi se unë e po shkoj aty në Ljubljanë, edhe që është ai rrezik. Edhe e kanë thirrë atë shoferin e autobusa për më shku me autobus. Se pak u hetu që po du më shku, unë thësha më s'pi përshtar në fjallat dikuj e po thot u shku dikush se zanë rrugës e ti marrin kretët burgosin. Ata na kanë qitë të autobusit të ura, ku është ura e retash për Obilish dhe Fushë Kosovë. U ardha autobusi prej Gjakovës në 10 ditës, jena hypë, shoferi ka ditë në shta. Jo mullë mas shoferit, bashkë me atë fotoreporterin e Ljubljanës. Edhe këmi dhëtu dhe atë në për Beograd, Zagreb e Ljubljanë. Atje këm pas më paraqit të Sali Kaboshi. Ajo konë si kryeredaktor një gazetës Alternativa u konë mdukët në Ljubljanë në Botojke, e cila u dalë njëherë një javë mdukët. Po ato nuk e takovën, nuk e shkonë aty për atë moment atje, a i fotoreportiri më ka shëshinu më mundët edhe me gjetë ato. Atëre këm thirën një ekip prej Zvicrës, që i njëfësha do dajtë mitë, ata me që ekipet për me marë qatë qantë me ato e proveta. Se këm qelën në me pavesh, kanë thonë se jo 120 copa, që i këshin marë qatë ditën e parë që kanë ndodhë në PD-jev.
edhe dhe vene tjera në ashtë dikun ma herët, se i kanë rujta në antigjenik. Atje tani erdhën ata prej Zvicrës, u nisën, po dhe nuk më shumë u vanu në atje, këna nejt 2 ditë. Në hotel, që aty me qonë, të e bojt këne janë, nuk di shumë ku me dërzu. Në fund, i këmë lonë atë qonë të në hotel, ku i na marrë vesh me ata Zvicrës që kanë marrë me marrë, edhe unë jem shku në aeroport, jem këthy për Sarajevo, Ljubljanë Sarajevo, Sarajevo Prishtinë. Kër në këthy në Prishtinë, atër i këmë dërzu edhe biletat, edhe shpenzimet që janë kom me taksi, edhe bonat, edhe i këmë tregu që ka ndodhë. Thanë qëtu për punoj ka puna me nerë, se ata nuk shimë mësu në ashtu për me punue. Se dhja u kone vërteta jo, veç Zenuni tha, qështu për punoj ka qësh duhet punohet me nerë, ja u ktheva këtë edhe fakturat, edhe bonat, edhe e kalzëvat për shefësin pak se u konë pak rrezik për atë punë e pështumë, kështu shkoj e farë punë, atë kanë shku në ekspertizë ku edhe është ardhë rezultatit tyne që sa u dalë, që ka u dalë nuk e di për atë.